jena gati? Ali Bekim, a jena gati? Regjia, apo fillojmë podcastin inshallah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision i radhës. Assalamu alaikum shikues të nderuar, vazhdojmë me marr frim. Kësaj radhe e kena mysafir Hoxhën e nderuar me Tush Mehmedi për herë të parë në sezonin e tretë. Mirë se erdha Hoxhë nderuar. Mirë u xeta. Se pastaj ka mundësi me haru. Po. Studion shumë të bukur. Inshallah nuk të marrim sish. Amin inshallah, mashallah. Faleminderit për ftesën. Alhamdulillah. Hoxhë, me juve du me shtjellu një tempo, du me fol për dy gjigantët e dijes. Sheikh Bin Bazi dhe Sheikh Uthejmini. Do me thonë për shikust na trego pak një mini autobiografi, kush kanë qenë këto dy hoxhallar të mëdhej. Unë kam pas rastin në vitin 93 planohem si student në Medinë. Dhe në atë vit, si pas asoj që i di unë, është bërë mufti Sheikh Abdulaziz Bin Baz, Allah e më shiroft. Amin. Dhe më thonë vitin 93, më duke se në vitin 1999 ka vdek, Allah e më shiroft. Ndërsa në vitin 1993 është bërë mufti i shtetit së Arabisë Saudite. Po Sheikh Bin Bazi po e të regojmë se në biografi dhe e gjenë, se cili që donë me gjetë, ka qeni verbër. Ka bo. E ta shëta variantat si ka humë shiqimin, a prej si ka qeni, do më thonë 1 vjet, 2 vjet, a pastaj disa thonë, nga dal, kër i ka borë 20 vjet, vetëm mos e s'ka pa fare. Do më thonë i verbër 100%. Kjo nuk është shumë çështje sa e bën të madh Bin Bazin, sepse edhe pse ka qenë i verbër, ai me dituri ka qenë oqean. Por ta kemi parasysh nuk kanë pyetje vetëm dituria. Se dituria nuk e bën njeriu dobi nëse nuk ka devotshmëri. Sheikh Bin Bazi ka pas të dia. Alhamdulillah. Njeri i devotshëm, por atë shkak jo rastisht përmendën në të gjithë botën. Tasha ka njerëz që e përmendin edhe ose e kundërshtojnë, ka njerëz që e kundërshtojnë, por ne kemi mundësi me bë debate, mos me ja pranu njëri tjetrit fetfate e fjalët, ama jo me mu mundu me mirën çmu dietarët. Pa marrë parasysh ku janë dhe s'janë, dietarët janë dietarë, janë drita umetit, edhe ne kemi për detyrë dhe obligim mi respektu. E Sheikh Bin Bazi ka qenë mufti, e ka kry punën e vetë, i ka librat e veta, por edhe një kohësisht edhe Sheikh Ibn Uthejmini, Muhammed Ibn Salih El Uthejmin. Sheikh Bin Bazi ka qenë talebe i para Sheikh Bin Bazi ka qenë një prej dietarëve të mëdhej, Muhammed Ibn Salih Muhammed Ibn Ibrahim al-Sheikh, ati ka pas hoqë kryesor. Ndërsa Muhammed Ibn Salih al-Uthejmin, një tefsir Abdurrahman al-Sa'di, ka shkruar një tefsir, ose tefsiri vjen ata që e komentojnë Kur'anin. Muhammed Ibn Salih al-Uthejmin ka qenë talebe i Abdurrahman al-Sa'di. Njëri i Bin Bazi ka lind në Riyadh, ndërsa namazin e xhenazës për ka vdekë kanë falë në Qave. Shumë vete. Po. Edhe Sheikh Uthejmini, rahimahullah, Allah e më shiroft, e ka lind në Unejze. Riyadh është kryeqyteti i Arabisë Saudite, ndërsa Unejze është një krahin që quhet El Qasim, ose El Qasim, edhe ka një qytet Burejde emrin e ka, qyteti Unejze. Edhe Sheikh Abdurrahman al-Saadi në xhamin kryesore kanë bërë ligjërata derisa. Me vdekjen e tij pastaj i vjen rendi dhe fillon ligjëratat e trashëgon këtë mbajtjen e ligjëratave në atë xhami Sheikh Muhammed Ibn Salih al-Uthejmin. Po edhe ky kur ka vdek e kanë varros ose kanë falë xhenazën në Qabe.
Dytë kanë vdek ka Muhammed ibn Salih funin al-Uthaymin në më duket se ka vdek në Gjidde. Cilën vit ka funin në 10 më duket. 2001, Po, më duket se 2001, mos ta gaboj. Po Okej. Sheikh Bin Bazi si pas asaj që e di. po 99 është. Mos t'i gaboj 99, ndërsa Ibn Uthaymini nuk e di tash. Ndoshta 2001. Po, Edhe nuk jam i sigurt. Po edhe të dy kanë qenë dietar të mëdhej. Do me thonë kanë pas shumë dituri, por puna e tyre ka qenë atë që madhe sa që sot të kësoj dite përmendën atë. Edhe Ibn Uthaymini ka librat e veta që ne i kemi lexu, i kemi shtjellu, i kemi bojt derisa librat e Bin Bazit ose me fetfat e Bin Bazit ne vazhdojmë edhe ka bereqet dia e tyre. jetojmë me vlerat e tyre. Po, po. Vllaja edhe në aspektin e diturisë, por në aspektin e devotshmërisë. Miro nga dietarët me marrë dhe mësim në aspektin moral, në aspektin e frikë respektin ndaj Zotit, jo vetëm dituri. Se vetëm dituria tregova që nuk bën hajër dhe dobi, nëse nuk e ke edhe këtë tjetër. E nga bagazhi i këtyre dy gjiganteve që kanë lanë pas vdekjes së tyre, unë i përzgjodha prej dyve nga 3 thënie të cilët do t'i komentojmë bashkë me juve hoq. Shkojmë pra me 3 thënjet të Sheikh Bin Bazit. Thënia e parë thotë kështu. Dhënia përparësi e kësaj bote ndaj botës tjetër është prej shkaqeve më kryesore të ndëshkimit në të dy botët. Shkëputur nga libri Këshilla nga dietari Abdul Bin Baz. Thënia shumë e kuptueshme. Po mirë, tash ne Po, da. tu mund ta shtjellojmë pak Po, tash, ma ta bëjmë jo që është shumë e qartë. Shumë e qartë. Do të thotë Sheikh Bin Bazi po na tregon dhe na këshillon që nëse japim përparësi jetës kësaj bote, duke mos e anashkalu botën ardhshme. Se këtu mundet mu këtë kuptu. Po. Tash ne jemi, pse Zoti na ka kriju neve si njerëz këtë botë? Për ta adhuru Zotin, po. Është e para ajo. Mirë, po na duhet me punu, a duhet me jetu, a duhet me studiu, po. Tash nuk është qëllimi këtu që ne vetëm për ahiret punojmë, vetëm për botën ardhshme, por mos tjetë qëllimi kryesor i ardhës tonë këtë botë, kjo botë. Ka njerëz që gjithë çka bëjnë, gjithë çka harxojnë, vetëm u kënaqë këtë botë. Nuk e mendojnë jetën pas Këtu është vdekjes. problemi tash. Këtu është problemi. Do të thonë ka një jetë të përhershme. Do të thonë ato stacioni i parë, jeta e secilit prej nesh në barkën e nënës vet, stacioni i dytë, jeta në këtë botë, 50 vjet, 60, 70, 100 vjet. 900 vjet, 1000 vjet Nuhi alayhis salam, prap ka vdek. Pastaj stacioni jeta në varr, o me 1000 vjet. Që askush prej nesh harrojmë që është. Ku i kemi në prindërit tonë? Në varr jetojnë. Ku është Ademi alayhis salam? I parë, njeriu i parë, në varr jeton. Do të thonë tash, krejt këto janë stacione prap kaluese, kalojnë 1000, 10.000, 100.000 vjet, një ditë prej ditëve prap kena me shku në ahiret. Atje nuk ka më fund. Nuk ka fund. Sheikh Bin Bazi ka dash me thonë që është e vërtetë se kjo donjë duhet të shfrytëzohet, duhet të kënaqemi, mirë po ka rregull. Duke mos i të kalu kufin të Allah subhanahu wa taala. Edhe mirë është tash me, për shembull, ne falim namazin e sabahit në xhami. Po që nuk ke mundësi në ditë të shtëpia fal. Pastaj deri në dreka ke kohë me punu sa të dush. Me punohem, me u kënaqe, me shëtite. Me hongër bureke. Po me bureke si mi të përgatësi këtu në Shkupe. Knacjes janë ndalume. Po. Sa du? Prej dreke deri në ikindi, prej ikindi deri në akşam, sa të dush kemi kohë. Kretë në varet si organizojmë kohë. Çka thot Zoti në Kur'an? Bel tu'thirun al-hayat ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Jetoni kënaqëni këtë botë. Ama ahireti, ajo jeta pas vdekjes, aty jeta është më e mirë. Edhe ajo e përhershme. E tash Allah është përblef Sheikh Bin Bazin, i ka pas këshillat e arta. Edhe tash krenë varet kush të jep këshillën. Jo që ne nuk kemi këshillues këtu. Se në herë kena me pas këshillues. Hoxhallare, profesor, arsimtare,
prindrit tonë, kujshite tonë, haxhilertë, secili që e shef veten ose e shef të arsyeshme me dhon këshilla, ka me dhon këshilla. Po kënd varet si jep këshillat. Me çfarë njeti, në çfarë mënyre. E ke gjetë kohën, e ke gjetë vendin. Kujt ja jep këshillën. Nuk i thuhet triut që i ka 20 vjet edhe atij që i ka 60 vjet njësoj. A më kupton tash? E shebin bazi ka qenë aq buri i madh sa që këshillat e tij edhe sot ne i bisedojmë. Se nuk mundemi pa ta. Më kështu sa bukur e ka thënë hoxha. Dhënia përparësi e kësaj bote ndaj botës tjetër është prej shkaqeve Që ndëshkon njeriu në këtë botë. në të dy botët. Po në këtë botë fillim. Kjo është Pastaj- ma katastrofë, Po. para mendon mi hub edhe këtë dynjë edhe atë. Dikush barem kënaqën në këtë dynjë, sa do të jetë e vogël. Ama mi hub të dia është kjo. Shiva, ai që kënaqet duke i te kalu kufin këtë botë e ka humb botën e ardhshme. Tash ne nuk mundemi me i garantu askujt si ka shpëtuar dhe ka humb, po në bazë të mësimeve të Kuranit dhe Sunetit, në bazë dietarëve, mund me thonë shumë lirshëm që njeriu nëse në këtë botë asgjë nuk bën, me çka e garanton botën e ardhshme. Hoç të rëmbullaksojmë këtë thonje. Do më thonë, jo mi dhon përparësi kësaj dynjoje, e cila ka fund, ka vdekje, po me shfrytzu këtë dynjo, duke e pas qëllim dynjojën e ardhshme ahiretin të cilës s'ka Tash fund. më kujtu një ajet, thot Allahu fuqiplot, el malu wal banuna zinatul hayatit dunya. Pasuria dhe fëmijët janë vetëm zbukurim i kësaj bote. Wal baqiyatus salihat. E punët e tjera janë të mira. Aludohet punët e tjera, veprat e mira që i bëjmë për Zot. Tash ne në këtë botë mundmi në 8 ditë mu marrë me fëmijët e tanë. Natën dhe ditën mund me punu për me fitu. Krejnë rregulla. Duhet me punu, me fitu, duhet me punu me eduku fëmijët e tanë. Ama jo me anashkalu ahiretin. Jo me anashkalu veprën e mirë, si namazi, e zekati, e haxhi, respekti e prindërve, sadaka e dhënia, Agjërimi. po, agjëri. Gjithçka që sepse njerëzit realisht nëse i realizojnë obligimet fetare, kanë me qenë më të qetë. Edhe ata kanë me kuptu drejt dhe mirë se më lehtë kanë me realizu edhe obligimet që i kanë edhe ndaj fëmijëve ndaj punës. Punës e përditshme. Edhe ta rëmbullakësojmë po thua. Pa çaq. A dalmi në të pyetjen tjetër. Allahu na bëhet për atyre të cilën Jo, e fitojmë edhe kështu. këtë dynjë Po. dhe dynjën tjetër. Mos e neglizhoni këtë botë, mos e harroni këtë botë. Mirë po, punoni edhe për këtë botë, më shumë për botën e ardhshme. Atë sa jeton për këtë botë, atë jep mund. Atë sa kemi jetuar atje. Shive, tash më kujtu. Po, Kjo botë ose urë. ur. Shembull, a ke pa ndonjë vend që ka urë e ka një shtëpi të ndërtuar mbi urë? A ka, hajtë më tregon një vend që ka urë edhe ka një shtëpi në mes të urës, ose në fillim ose në fund. Nuk ka. Ja, s'ka, ja. Pse? Po jo vetëm me kalua. Shtëpinë të mundesh me pas këndej urës ose andej. Nga në tjetër, ama jo mes të urës. Ne nëse vetëm për këtë botë punojmë, e kemi ndërtuar në mes të urës shtëpitë. A di çka i vjen? Kur të prishët ura me gjithë. Po, në fund dhe njerëzit ka marrë një projekt i ri, shko në ura me shtëpinë tonë dhe timen. Asgjë nuk është kjo botë. Kështu është dunjoja. Asgjë, vallahi. Çka thot? Thot inna me dunja fena. Ilahia që ka shpo. Po. Thot kjo botë o kalimtare. Lejse li dunja thubut. Kjo botë nuk ka ndonjë shtill të fortë, ndonjë diçka që e mban edhe është e përhershme. Nuk ka mundësi me qenë e përhershme. Do të thonë kalimtare. Inna me dunja ke bahrin. Kjo botë o sikurej oqeani ose deti. Jahtawi se me kanë wahut, që përmban vete deti, edhe peshqit dvegjel, mirë po, ka dhe balena, ka dhe peshkaqen. Po në deti, do njëherë kur o deti i qetë, ama në Knash. moment ndryshon. Po, subhanallah. Edhe kjo botë, e ka qetësinë e vetë, po e ka edhe ma shumë e ka problemin si jetë këtë botë, askush mendoj që nuk e ka knatësinë të përhershme në këtë botë. Kur që janë në Palla rahat. jo me lloj problemi, se cili njerë është mirë ndonjëherë ta shkruan historinë e vet,
se çfarë probleme, çfarë gajle ka pas, edhe me trashëguar histori që ta lexojnë fëmijët. Nipa e mbesa që mos kujtojnë që kjo boto Edhe Donald Trumpi ka probleme. Jo Donald Trumpi, po edhe para Donald Trumpit. Donald Trumpi po në me tash i forte ka shtetin e Amerikës, e sundon Amerikën, e në thojza mundot me sundu botë. Ma edhe ajs ka rahatin këtë dunjo. Pare ka, kreta, ma gajleve. Nuk ka kjo botë e gajleve probleme. Para Donald Trump tham ka pas njerëz më të forte në historie. Mbretërje. Perandori ka qene. Prap kanë shku. Asë gjanë s'kanë marrë me vetë. Vetëm se veprat. Kjo fshin mira apo të liga. Shej, bimbazi Allah e më shërov thot, rukja është një nga metodat më të mira për të kërkuar shërim dhe mbrojtje nga Allahu. Kur njeriu e përdor rukjen në mënyrën e duhur, ajo bëhet një mjet për të mbrojtur nga sëmundjet dhe e keqja, duke e lidhur besimin dhe kërkesën për ndihmën vetëm me Allahun. Ajo nuk ka efekt nëse nuk bëhet me besim të plot në fuqinë e Allahut. E ka thënë në Mejmu al-Fatawa dhe Melakat Mutanawia. Po, Mejmu al-Fatawa, do me thënë që ato fetfat që i ka dhoni, i ka me ato vëllimet Mejmu al-Fatawa, libri i tij. Kjo çështje është shumë problematike. Edhe të ne edhe në kretë botën. Kjo punë e rukjes. Rukja, Allah i shpërblef që i bimbazin shumë bukur e ka. Me pak fjalë shumë bukur e ka. Dhe me thonë, unë e baj rukje dhe ti ban rukje. Shë shembol në di, që edhe këmishat një sejkina. Po, a ka mundësi me të morë shembol? Po, mërë që? Ti ban rukje, a me lexon elhamdulillah i suratul Fatiha, mirë. I e devotshëm. Nuk është propavia jote me fitu pare, me bon pare. Edhe pse kjo nuk guzim me mohune, normale. Që sëli ka nevoj për me fitu dhe me hargju. Edhe unë, tash ti, dhe me thonë, e ban rukjen mirë, e lexon Kur'anin mirë, e ban me je i devotshëm, me niyet pastër. Me niyet mirë, po. Edhe unë tash i kundërteje tash. Po, rukje gjiu tjetër. Po. E lexon alhamdulillah atë shpejt sa që nuk e marr veç nuk e di ç'kam të thonë. Jo, s'jam i devotshëm. Nuk jam i devotshëm. Namazet me iki, nuk falem. Me xhamat, janë 2-3 dita falem, as falem. Edhe me niyetin 100% vetëm me fitu. Jo me niyetin që Allahu të mbojë shkak dhe sebeb që dikush shërohet nëpërmjet rukjes time. Pare, të fitoj pare. Këtë ka dash me thonë shqipin bazë. Me thonë tash rukja sunneti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe Muhamedi s'nami ka këndu njerëzive suratul Fatiha. Ka argumente. Dikuj ka këndu në alhamdulillah shërua kështu me radha. Po. Edhe tash në bazë të fejës tonë, të pastër, ne e kemi trashëgu këtë. Edhe sot i kësaj dite kanë nevojë njerëzit për rukje dhe do të kenë nevojë deri sa të shkatërrohet kjo botë, që është shumë normale. Po njerëzit që kanë më marrë me këtë, ata janë pyetje, kush janë ata? Interesant, shumë pak njerëz që janë shkolluar dhe janë devotshëm mirë me këtë punë. Shumë pak. Edhe unë i kisha këshillu veten dhe të gjithë ata që mirë me këtë punë. Fillimisht në të lexojnë Kur'anin si duhet. Apo me lexu Kur'anin si duhet, duhet me shku te hoxha me mësu. Te hoxha, te profesorja, kudo që është, duhet me lexu Kur'anin mirë. E para, e dita, bon hyjtë të devotshëm. Devotshmëria i Ibn Bazi, e përmenda për në fillim, ka pas ditori. Ama edhe devotshmëria ka bo ma arrit emri i ti këtu ku ka arrit. Jo vetëm ditoria. Jo, se djagën të gju, në kohën e Imam Malikut. Edhe Imam Maliku e ka shkrujt librin e ti El Muwatta, ama edhe dikush tjetër ka shkrujt njësoj librin. E cili imam është përmendet tash? Imam Maliku. Po Imam Maliku pse i tjetër përmendet? Po ndoshta në jetën e ka pas të keq. Bon të i famshëm. Po ndoshta ka qenë ziliqare dhe ka humb. Ka humb brenda vetvetes as kush nuk e njeh. Edhe tash ne kemi njerëz që te ne i quajnë rukjexhi, u kisha thonë njerëz që këndojnë se rukje i vjen me i lexu dikujt Kur'an, suret posaçme,
ose gjithë çka që lexon njëri të anë, Kur'an është në rregull, edhe janë disa lutje që i ka bo Muhamedi Islam që kanë të bëjnë me rukje. Për shembull, a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Nuk është ajet. Është hadith që ose kur fillojnë bismillah rqiq min kulli shay'in yu'dhik min aynin hasidin Allah yashfik. Se kjo puna e magjisë, puna e zilis kanë me qenë. Deri sa të shkatërrohet kjo botë, deri ditën e gjykimit. Mirë po, rukje xhit duhet me qenë devotshëm. Duhet me qenë devotshëm dhe duhet me lexu Kur'an mirë. Edhe në jetë i tire mos me qenë me arrit të pasuria. Se secilit njeri që i bën mirë, vallahi komo të dhon një dhuratë, një hedije. Edhe pse unë s'kam të e kundërshtu, a duhet mi kërku të holla dikujt që i bën rukje, nuk është tema aty. Tema ose këta që këndojnë Kur'an, duhet me qenë devotshëm. Se njeti rregullon punët, asgjë tjetër. Shebi Bozi thotë që rukja është një nga metodat më të mira për të kërkuar shërim dhe mbrojtje nga Allahu. Do të thonë rukja funksionon, ta sqarojmë, apo? Po. Në shumë smundje, sidomos shpirtërore, psiqike. Shive, tash të ne, për shembull, nëse vjen dikush të unë të konsultohet, do të valloj sam diçka mirë. Ka dy në aspektin psiqik, ka në aspektin fizik, nuk e zëgjumi, ka stres, ka gajle, ka probleme. Unë i tha, ma ke qenë të mjeku? Po thot, valla kam qenë të mjeku, po mjeku, se edhe mjek tash e din këtë punë, edhe kanë ditë. Edhe ma herët kanë ditë, edhe dinë kanë me ditë. Po shive, ti nuk je për të ne, po është mirë me kërku. Tash ndim, ta xhallarte, ne muslimat, i qem njerëzit ta xhallarte, apo? Është ashtu. Po. Edhe tash, në momentin që Sheh Bin Bazi, po e fetfa që rukja metod më e mirë dhe më e bukur për me e kërku shërimin, se nuk do me thonë se për askën se në garantojmë. Si ka dikush thot t'jap 10.000, o 1 milion euro mi dhënë. Nëse Allahu e ka vendos me sprova vazhdon. Nëse Allahu e ka vendos me të shëru, ka më ra dikush sebeb, shkak. A ki hoxha i hoxh, tash e ki pa dhe të xhallartë, edhe të djemtëri që miren me këtë çështje. Unë ma asnjë s'kam problem, të gjithë një, edhe uroj se të gjithë ata t'jenë në ose të punojnë për dobinë e popullit tonë. Apo? Do të thonë, ne s'kena të bëjna tash me ata që bëjnë rukje. Kena të bëjna me fetfane Bin Bazit se a është, as është. Se ka dikush nuk ta pranon këtë. Unë e mbaj mend në 2010 pasi u ktheva nga studimet e bëshim muhabetin e hijamës. Hijama, po. Edhe shumë njerëzit e kanë kundërshtu. Fillon në spital me hijam ja mirë. Ronaldo kur janë nisi me po s'ka lidhje të emrit, Ronaldo ai tjetër. Do të thonë momentin që e bën dikush tjetër, hijama qenë ka mirë. Në momentin që vetëm feja e urdhëron, hijama s'qen ka mirë. Jam i qartë, edhe kjo punë e rukjes njësëja. A e ka urdhëru, a e ka preferu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, vallahi ka khair, këtë ka dobi. E mirë për ata që e kundërshtojnë. Edhe si janë njerëzit, kur t'jenë zor, nuk e ka gajle. Edhe ndër të hasmi që kanë. E që të do shtë munalës? Para qkak, unë i këshilloj të ditë njerëzit, inshallah Allah nuk na sprovon me kështu raste, por në qofse jemi të sprovuar, është mirë me kërku ndihmë. Nuk prish punë. Kërkimi i ndihmës, fatkeqësisht ka plot që kanë abuzuar me çështjen e rrugës. Kanë keq përdor. Kanë keq përdor. Ndash në aspektin financiar, ndash në aspektin e moralit, ndash në çdo aspekt, ka të thojza rrugëzit që kanë keq përdor. Edhe po dalin në për rrjetet sociale keq përdorus. Një këshill për këto hoç që keq përdorin çështjen e rrugës për po kjo kthehet te biseda që e bënëm në fillim. Ai keq përdor se ai mendon se vetëm kjo dunja është. Rrugëzi do la verxhi. Ai rrugëzi që e keq përdor një familje, një njerëz të smur, një njerëz të prekur nga magjia, nga zilia. Vallahi ai jo që e ka humb këtë dunja. Po nuk ka që ka kërkon
në dunjana tjetër. I mjeri aj. Shumë keq që ka punë. Mashallah, shumë keq që ka punë. E që me thonë me lujt me një njeri që Ka brenga. ta kërkon ndihmën. Ka Po, shti problem thuj, ku ose- mardh. Thuj, ose nuk mundem me ndihmu asë, jo, me këtë shpërdor. Dikush i këtë shpërdor jetima, dikush i këtë shpërdor njerëzit të sëmur, edhe ai mjeku atje. Edhe ai mundet me këtë shpërdor pacientët e sëmur. Pa pas nevoj me operacion, e ban operacion. Inshallah nuk ndodh asnjëherë kështu. Abuzues. Abuzues me arrit të parja. Edhe këta që bëjnë rukje. Duhet me qenë të devotshëm, ne përmendëm në fillim. Leximi i Kuranit në nivel, sa më bukur, sa më mirë, nga ngadal, e dita devotshmëria në pyetje. Edhe e treta mos me shku me njetë me fitu pare, por jo me shnosh po me Kjo e me puna e ndihmu. tretë diskutabile, më kupton. Se njerëzit kanë nevojë se këta rukje e gjitë, thonë po ne s'kena kohë mu marrë me punë tjera, që është e vërtetë. Se e Okej, thirrin ama jo me ditë kone natës, jo e thirrin qëllimi. mëngjes, s'ka lidhje, kënë rregulla. Më kupton, janë disa çështje debative, diskutabile, nuk mund mi prej. Ama këto ditë parat po. Nuk mundet askush mu me më thonë, valla filani, o rukje e gjia, ama unë e njoft që nuk e devotshëm. Është mirë mi thonë, zotnime së merr me këtë punë, si ti më i sëmur se çata që po mundohesh mi shëruje. Shive kjo rukja ka të boje me një botë që ekziston, bota e gjinëve, Po. do më thonë janë krijesa, edhe ata Zoti ka kriju, që edhe ata kanë kombe të ndryshme, kanë fe të ndryshme, jetojnë, martohen, kanë fëmijët e tyra, u kupton? Ti tash jenë luft, nëse unë pyetja e sëmundja që nënkuptohet se në herë se me gjinë qenë ka sëmundja, po edhe zili, nëse unë pyetje zilia, pak e ndihmojnë, ai djalli, ai shejtani, e ndihmon këtë punën e zilis, ti je hin luft me një botë të panjohshme dhe Të i dukshme. panjohshme, që nuk e shef, realisht edhe mundën me të bëjë shumë keq. Po, ne, po. Që, a njef njerëz, unë njoh njerëz që pak janë marrë me këtë punë, shumë herë kanë pas probleme. Po. Edhe devotshëm kanë qenë. Ti hin luft me ata. Hin në luft për shembull me një fuqi shumë të madhe, asje i përgatitur. Veç më arrit të parja. Mos e ne i ke fitu 10.000, 20.000, 100.000 euro, 1 milion euro mundesh me fitu. Nëse 10 milion kemi edhe nuk mundesh me dal prej atij problemi. Ta kthejmë prapë prej se zënherë po e kthejmë prej në fillim, po. Po. Se ndonjëherë po zgjerohemi pak më shumë se sa duhet, ndoshta. Zgjerok, Do më thonë, ai që ban rukje, duhet me pas parasysh e para. Leximin e Kuranit me një jetë mirë edhe devotshmërinë. E treta, është e vërtetë që nuk bën këta punë përpara. Ama a duhet më dhon, duhet më dhon. Se ato s'kam punë tjetër. O mo jo shumë o gjë 1.000-2.000 euro. E ta shive. Unë pa çka tham, jo që as nuk e mbroj, as nuk e kundërshtoj. Unë nuk mirë me këtë punë për vetë. Do një fëmijë, unë ka problem. Se kjo kërkon kohë. Ti nëse ke një punë tjetër nuk mundesh më marrë me këtë. Njerëzit kanë gajle, kanë probleme, kanë brenga. Ai të thirrën 4 ora në mëngjesit. Thirrën 7 ora. Thirrën kohën e drekës. Ti tash më shkon në xhami imam, a më shku taj se ju ka se morë, ku e di unë dikush të shtëpia. Edhe shumë problem ban. Edhe tash kjo rrugë me të vërtetë ndihmon njerëzit. Alhamdulillah. Nuk do më thonë që i shëron, po në moment caktuar i stabilizon, i qetëson. Ndodhe dhe që i shëron, vëllaj. Unë nuk thash Absolut. që nuk i shëron. Po, inshallah. Para s'ka këtë janë. Po. Ama nuk do më thonë që më një herë shëron. Po, dhe po. Ama e qetëson. Po. E qetëson për mes me bëndë atë problemin që e ka bo. Aho që para njove bona një shkurtes, një shorts tëndën që ki qenë podcast të na, u bo virale. Kur thatë që ne shumë i na taptis magjia. Ka dale përse nuk... Zdo me thonë që ki magji ose i smur për gjinve. Shive, mund të me pas njeri ju haset, zili. Po dhe? Ama zilia vjen nga faj janë. Shive këtë telefonin. Ama ka familje dhe ka njerës që asë gjanë nuk ban pa e reklamu vetën. Kam hangë. Në filan restorani unë e drejkë. Në filan punë unë, në filan vendi unë
pi kafe, në filan vendi, une fëmit e mi, sot e kanë marrë vendin e parë, kanë marrë vendin e pensë, kanë kalu me pensë, kanë kalu me dheqe. E ka kri fakultetin, si ka kri fakultetin, jam të shku në pushim, ka mu këthin këtë datë, ka me shku në këtë datë. Mos e njerëzit kanë zilishu. Edhe zilia vjen nga familja e ngushtë, nuk vjen nga ato që nuk njohin. I bëni nati? Po në qoftë se ti e reklamon veten, edhe ai prej Amerike ka më të xhelozu. Edhe ai prej Australie ka më të xhelozu se atë që e ke arrit ti as e në arrit. Kjo katastrofa, nuk bën kështu, ama ka njerëz xheloz, ka. Sepse thot Zoti, kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffathati fil uqad wa min sharri hasidin idha hasad. O Zot më mbroj nga sherri dhe nga e keqja ati që ziliqar. Ai që ka hased. Hasedi mund me si dhe me zemër. Ama ti pse mundson? Tash në këtë rast, ajo ziliqar, ama edhe ti fajtori. Se ja ki po penalin. Po ti e ki bo gabimin. Unë ku e di çfarë të mirë e ke ti? Po mos i tregobe të mirat, nuk ka pa tjetër mi tregu të mirat, nuk e ke obligim. Edhe tash unë po tham si o xhallar, shumë herë një djalë i ri ose një vajzë e re ka një problem, me njëherë më kam bon magji mu. Jo, nuk do më thonë që ke magji. Mundesh me pas kri lartësi, mundesh me mendu se gjithë shka që shef në film edhe e vërtet në jetën tënde. E ki pa ata filmat që i shofin. Unë shumë herë kam përmend 200 ato filmat serik që janë. 200 orë në shkojnë, 500 orë, 1000 orë në vjetë. 5-6 djemë, du një vajzë me e marë. Në fund e vdes. Lene se ata në film se në marin, për edhe në tjerë të mërzitmi se u kriti si... Aja mi qartë. E ti tash si vajzë, si djallë, me ndonë se atë që e shef film mund është me realizu dhe në botë. Ose i tjetë në film, shkon ban pare shumë, ban pare të mundohesh me bon si ajë. Ose i tjetëri, ku e di une... A e kupton tash, ne në një aspekt kina him filmin e huj. Ne kina filmin tanë. Edhe duhet me punu dhe me vepru në bastë mundësive që i kemi. O, të shpytja e fundit dhe kësaj tema është shoh shumë në rrjetet sociale, në mesazhe që u vinë hoxhallarëve, në komente shumë gjinia femrore janë shumë vezvese në këtë aspekt. Kam magji, a shkruan ki hoxha, a e ki numrin e atij hoxhës. Shumica e tyre nuk kanë magji, as nuk kanë vezvese. Vezvese. A ka mundsi një këshill për motrat tona? Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, ai djalli, ai i cili i bën vezvese, i u pushpërit njerëzve në gjoks. Nuk i lë rahat. Min al-jinnati wan nas. Ata mundon me qenë edhe për njerëzve edhe për xhinve. E tash ne mos t'ja lëm fajin së në herë xhinve. Po mund duhet më lëm fajin edhe njerëzve. A mos shumë të vetës. Me çka e mbron ti vetën që po do me qenë rahat këtë botë? Për shembull, po, ka rregulla në fe. Thot rima abdes, falë namazin ko, lexo Kur'an, merru me vepra të mira, jep sadaka, në asnjërin prej këtyre nuk e realizojmë. Pastaj hoxha, Allah jam vezvese, po si me të shërun. Unë edhe më ardh me të bën rukje, me të këndu, kam me të dhon terapien. Apo te mjeku kur shkon, atje terapi. Atje ilaçe, atje barna. Nëse nuk i pi ato barna, shërosh. Jo. Ose shërosh, o më kalon një kohë e gjatë. Edhe thash, ata që unë do njerë bëhen vezvese. Të njerëzit mendojnë që në xhallarët me laqe, më në di. Direkt në xhenet kena me shku. Nuk ka njeri që nuk bëhet vezvese. Këtë në varet këshërimin se e kemi përgatit. Atë mbrojtje nga vezvese se e kemi përgatit. Kur'ani dhe suneti Muhamedit sallallahu. Elhamdulillah në këndon. A ka shembull rregull në fe. Kur të bish me flet, bjen krahun e djathtë, e këndon suratul Fatiha, e këndon kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas. Edhe gjithë secila forcë që nuk e shohim, nuk të shef më, i bën shperde. Ama ti nëse bjen tu fjalos me babën, e tu fjalos me nanën, bjen me flet, ose me bashkëshort, ose me fëmijët, askund si ke punë,
në krahun e majt, tu shajt, duke nënçmu njëri tjetrin, pastaj nuk kam zgjuar si kam vezvese. Po ti vezvesën vetë e sjell. Pastaj është mirë njerëzit mos shkojnë direkt te hoxha. Ka psikolog të ne? A ka psikolog? Po pse janë ata? Pse janë ata? Për këtë çështje. Edhe psikologjia deri diku i shpjegon mirë çështjet. Nuk ban mirë na shkalu shkencat. Hoxha Abdul Fuga thot adresa e parë është psihiatria. Pastaj hajde në rukje se. Po normale me mire ka Hoxha Abdul Fuga. Allah i shpërblet për punën që e bën. Se edhe i ka punë të veta, ndonjëherë ngushtojmë. Edhe i përhatër, shumë herë për shembull mua më ka thonë nuk kam kohë. Po edhe neve po na ngushtojnë. Dikush më ngushton, mua më ngushtoi Hoxhën. A jam i qartë. Secili nuk mundet me e bën këtë punë. Vallahi kjo punë e rëndë, nuk ka punë e lehtë. Rukja nuk ka punë e lehtë, se ka të bëjë me xhelozi, me magji, me inate atë shumë të forta, saqë habite se pse s'jam mirë. A ta kthejmë njerë, mos bëhemi shkak ne që njerëzit na xhelozojnë. Bëhu i thjesht, mos e tregosh pasuri, nuk ka nevojë me tregu ti sa parë i ke fitur sot. Nuk ka nevojë me tregu sa të mira i ke. Nuk ka nevojë me tregu ku ke më udhëtu, ku ke më kënaq. Inshallah Allah subhanahu wa taala ti mundson knatësit duke mos i te kalu rregullat e fesë në këtë botë, vazhdo jetën tënde ti, unë jetën time. Edhe gabimi më i madh ne me xhelozu muslimanët ose njerëzit në të mirat që Allahu ka dhënë atyve. Po. Vallahi çato të mirat, Allahu që ti ka dhënë ti, me dhënë mu, ndoshta unë kisha gabu. Duhet me qenë ti kënaqur me të mirat që i ke, unë duhet me qenë i kënaqur me të mirat që i kam. Ti duhesh me qenë i kënaqur me sprovat që i ke, unë duhet me qenë i kënaqur me sprovat që i kam. Nuk ban me ngatru. Ti kishe pas ti, mos ti kisha pas unë. Ja. Zoti e di më së miri se cilin e nagradon në këtë botë edhe cilin e sprovon këtë botë. Allah i shpëlbeft. Kjo ishte pra thënia e dytë nga Sheikh Ibn Bazi për rukjen. Shkojmë me thënien e tretë dhe të fundit nga Sheikh Ibn Bazi, i cili thot kështu, domethënë tema është zilia së mundjet që dëmton vetë ziliqarin. Ka thënë Sheikh Abdulaziz bin Bazi, Allahu e mëshiroft. Zilia është që njeriu të dëshiroj largimin e begatis nga vëllau i tij musliman, qoftë ajo begati në fe apo dynjë. Kjo është kundërshtim ndaj asaj që Allahu e ka caktuar dhe ndar mes robërave të tij. Gjithashtu është zullum i ziliqarit ndaj vetvetes, sepse besimi i tij paksohet për shkak të zilis dhe i sjell telashe vetes përmes të cilave e shkatron atë vetveten me një shkatrim të shpejtë. Wallahi ne do gabimet mëdha, se ba mubikat për shembull, janë 7 gabimet mëdha. Shpesh herë nga përmend, ama zilia nuk kanë këto gabimet mëdha. Nuk e ka përmend më Islam. Ju të fol për mëkatet e mëdha. Po mëkatet e mëdha, gabime. Po. E tash azilia është mëkat i madh. Shumë mëkat i madh azilia. Zilia e shkatron familjen, e shkatron familjen tjetër, e shkatron njeriu. Aq keq bën ata sa që ndoshta ndonjëherë ata thonë po më mirë ma gjitëm kishin bën sa që më xhelozojnë. Ama ne folëm pak më herët. Ne nuk bën mu bën protagonist të njerëzve me na pas zili. Në dy raste leo zilia. Në dy raste. Rastin e parë nëse ti je shumë i ditur edhe shumë student i mirë, edhe unë kam zili ndaj teje edhe mundona me ta shku. Lejohet edhe shumë parë të jep. Për feje, për kambe, për familje, për mahalle, për qytete, për lagje, unë mundona me ta shku. Omer radiallahu anhu kur hinte Muhammed Islami thot, çka kemë dhënë ti për këtë popull, për këtë fe, thot 50% pasurisë. Ama kur para se me dalë, tha, po, shallah, që më të regon e Bubekri Sega, tha, krejtela. A jam i qartë. Në këto raste, leo zilia, për ndryshën të gjitha raste tjera haram ndalume. Edhe shumë o keq, thot Zoti, em jahsedune nase, ala ma atahum Allahu min fadli. Apo bëni zili në të mirat e Allahu që ka dhënë njerëzve?
Nuk ka leju me kjo. Diçka shumë e keq. Do më thonë, për njerëzit që janë ziliqarë katastrofë. Pse beti me më gjelozon veturën që e kam lemu? Pse me gjelozon patikat, me gjelozon kundrat, me gjelozon orën, me gjelozon unazën, ku e djune? Me gjelozon flokt. Thonë, disa herë më thonë, edhe ti, me qëfar njëri i mban flok? Jo be thonë, qëto i kam flok të mija. Natural. Po, e kam hetu që do, ku e di, që si kanë të shtatë mira, gjelozojnë flokt. Ju vini nati. Po nuk kanë regull. Po thash, rreni barase një ditë kam më bo qele dhe unë, knaqëni pastaj. Si të lujt, ama. Jo, si shembull për të si. Po. Dikush gjelozon se i ki shtëpinë të mirë, ose ai që i trego Abe, shtëpinë. oti edhe në trupin të gjelozon. Dikush o pak më i tras, dikush o më i holl, dikush ku e di be tash Zoti është ai i cili i ka përcaktu këta çështje. Ne mund me e lujt lojen me rregulla. A jam i qartë, me rregullat e para në Kur'an dhe Sunet, ose me ata rregullat tjera që i kanë vendos njerëzit për njerëzit. Në momentin që i te i kalon edhe kufin të Zotit, edhe kufin të njerëzve, ballafaqohesh me probleme. Ama ne te i kalojmë këtë rregull. Nuk mund është ti se zëllën të mirë që të ka dhënë Zoti me shpalos me tjertë. Nuk guxon, nuk ban. Ju e kënë dëgju historinë e Jusufit a.s. Kura të regoj babës vetë andrën. Ondër të mirë. Po andrën e mirë, ama qëka i tha babëve? Tha, mështë të rego. Mështë të rego vlezërve. Vlezët nga nana dhe nga baba. Edhe nga fe, edhe nga kombi, edhe nga me një mahal, me një shpi. Qka duhet me po ziliqari? I të regoj andrë, qëka i ndodhi? Aha. E morën vlezët e vetë, e morën ato me filozofinë e tyre likvidune, e vranë Jusufin, e hodhen në bunar, në pusë, atje edhe ato e dishin që ka vdek. Ama Zoti e shpëtoj. Pse? Nga zilia, nga gjelozia. Sa ai ku ka me arritën, jo. Por atë shkak njeriun e gjelozon ai që e nje. E ti, shembull, nuk të njoh çfarë të mira ke. Pse ti shpërndan nëpërmjet rrjeteve sociale do të mira që unë si kam? Në këtë kohë, bile në këtë kohë, kur kemi lloj probleme. Aq bota u ka bo si një fshat i vogël. Kretë informatën dhe vinë më njerë. Kohë e fitneve. Po kohë e fitneve, sproveve, e padrejtësisë, e zullumeve, luftrave të padrejta e... Qëka të dush thuj, ta mama. Edhe tash në këtë kohë nuk banë ne me shpalos. Me shpalos të mirën që Allah të ka dhonë, se pastaj vjen të problemi ose të zilia. Ziliqari hoç, se ndodhë që e kap zilia për dikar. Çfarë duhet me bon në qatë moment? Ai ziliqarja? Pa dhe? Ziliqari me thonë audhu billahi min ash-shaytanir rajim. Se nuk mund zilia, pak dush me dash vetë dhe pak shejtanin të ndihmon. Pa dhe? Audhu billahi min ash-shaytanir rajim. Çka thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, iyakum wal hasad. Rujuni nga zilia, sepse zilia i han veprat e mira, sikur zjarmi që i djeg drunt dhe i han drunt. Veprat që i ki bon. Po. Para Më mendoj ti. rrezikshme kanë. Ai zjarmi ti 100.000 kubik drumi i pas. Pa dhe? Zjarmi i djeg, nuk ndalet. Edhe ne, edhe e ke falë sabajnë, sa të dash për xhamie e gjelozon ti ka. Be pse e ka shtëpinë e mirë. Çfarë veture. Disi A që dush me pas mendim demek? pa, që që e ka. shembull këna ndëgju që dikush e ka i ka një djali vogël, një vajzë vogël. Po. Edhe vinë e takojmë në ma djalin e vogël, Po. edhe themi masha Allah. Se ndonjëherë ti mundesh me marrë mësish. Çka mësishi? Zili. Ndonjëherë ti për të mirë e ke, o sa i bukur kana, o sa i mirë kana, ama nuk thu masha Allah. Edhe e merr mësish. Ama flasim kur e mendon kjo, sa djalin e mirë paska, këtë penjë që i paska. Këtë djalin jam kur zënë dhe disi dishon zemër negativisht edhe e merr mësish ose më në aspekte shkatron. Subhanallah. Allah i na rujt ishte. Zilia. Po zilia. Allah i na rujt për kësaj. Çka A do me thonë, këtë që kanë punë këto që bëjnë zili. Vallai po. Edhe nuk përmisohet. Vallai po, aty të gjithat mirat që i kanë bën, ju djegën.
Kja gjeruni muj. Po, si ai zjarmi që i djek edhe zilia i harxhon, i shkatron veprat e mira që kena bën. Se që harum mu nal. Shejbin bazi shka thot. Ma shumë i bën vetës dam. Se a i zin mrejna. Po e së rahate nuk zë gjumi. Kur ta këshish kolesteroli, sheqeri kanë hip. Po. Në spital. Spital, në më thonë, si bone dam Në ati spital e shumë. para, me zemrën kemë pas problem, Po, me gjakun kemë, me sheqerin kemë problem, me shtipin kemë pas problem. Në më thonë shumë Ti mirë. para se me bo keq mu vetës kemë bo. Po. Shumë normale. Këto kanë pra 3 thënjet e shejbin bazit, Allahu e më shiroft e në bashkoft me ta e me pengameret në xhenet. Shkojmë tash me 3 thënjet e Shej Uthejminit. Kështu ka thonë Shej Muhammedin bin Sali el Uthejmini, Allahu e më shiroft këtë hoq, i cili ka thonë kështu. Sa shumë do t'i bjem pishman ata që humbën fejnë e tyre për dunjan e tyre. Mirë po kur do t'a koptojnë këtë humbje? Përgjigja, kur të vdesin dhe në ditën e kiametit. Dhe më thonë, tema është humbja e fejs për dynjan. Edhe pishman lëku. Në momentin e vdekjes dhe Njerëzit, ditën e kiametit. pasi që vdesin, varosën. Edhe tash, ai që ka vdek nëse ka qenë i mirë, besimtar i mirë, vepër mirë, i vjen një njeri me fitirë të bukur, i veshër bukur, edhe ki thot, kush je ti? Thot, unë jam vepra e mire jotja në të botë. Pa, e ki tjetri që ka qenë i pa drejt në këtë botë, I keqi. i keqi, i vjen me fitirë të mrolt, me Horor. tesha, do me thonë, njeri i shtetë. frikshëm, Po. do të kush je ti, do të vepra e keqe që ke bo në të botë. Çka bone e gjejte këtu? Ibn Uthejmini shumë bukur e ka të regu. Nuk godzem me humb ahiretin për këtë botë. Apo? Po. Se shansat i kemi mës me humb. Diturin e kemi, këshillat i kemi, Kur'anin e kemi, sunetin e kemi, hoxhalart i kemi, prinderit po. Kretë betë mirat i kemi. Ama ndë njëherë zemrën njeriu kur e ka gur. Edhe hidajeti edhe udhëzimi nuk të përton taj. Por atë shkak, po e këshilloj vetën dhe ti dhe të gjithë ata që do të na shohin, do të na dëgjojnë, mos habitemi shumë me këtë botë. Kjo botë, por me të vërtet ka të mira. Ka të mira që ne nuk i dim. Ka të mira që s'kemi pa. Ka të mira që si kemi shiu. Ama Allah e di mësë miri pse s'na ka dhënë këtë mundësi. Se ka njerëz që nëse e shion një të mirë, jetë me raki ati, edhe e hump, edhe botën, edhe këtë botë, edhe dështon këtë botë, edhe hump ahiretin. Por atë shkak Zotit t'ja lam ne, ata që na ka dhënë në këtë botë, e shfrytëzojmë. Atë që nuk na ka dhënë, nuk miremi me atë çështje. Në këshire Uthejmini thot këtu, humbja e fejs për dunjan. Do është edhe në pitje dhe një biznes, diçka. Dëgjoj, tash një njerëzit, çka bëjnë në këtë dunjë? Që nuk janë fetar. Po. Që nuk janë njerëz që punojnë me fe. Po. Për shembull, në punë, punojnë me padrejsi, me kamat. Mundohen me vjet njerëzit, mundohen me rrejt njerëzit. Për ma arrit, me bon një pasuri, mu knaqë këtë botë. A realisht e ka humbë fejnë. Nuk mundet me qëndrua dhe imani edhe kamatat të njeriu. Nuk mundet me qëndrua dhe vjedhja dhe imani, feja të njeriu. Nuk mundet me qëndrua dhe mos respektit e babës dhe nanës, ose në nëshmimi i babës dhe nanës dhe feja. Nuk mundet. E kjo dunja, as gjabe ne përmendëm për një, as gjabe nuk është. As gjabe nuk është. A e mësë mire e din, tash mësë kësaj kur ta përfundojmë, shkemi spital. Edhe i pyesim ata që janë sëmur, kanë probleme serioze. Thomë, çka kjo dunja, të regon e çka kjo dunja. Kjo dunja, thotë, veç gajle, edhe veç probleme, edhe veç padrisi. Ama a duhet me jetu? Duhet me jetu. A duhet me punu? Duhet me punu. A duhet me studiu? Duhet me studiu. Se pa tjetër e kena me jetu këtë botë. Ama Allah, subhanu ta'ala, këtë botë nuk ka dhënë njerëzve veç me sprova. Me folë drejt. Keme edhe të mira.
Po tash do shta dhe njëherë, as sprovët zdim si me te i kalu, as me të mirat që Zotin e ka dhonë zdim mu knaqë. I komplikojmë, i përzim. Nëse si njerës. Por atë shka këtash, vetëm se me u knaqë këtë botë par regula, normale që e humë njëri u fejnë. E humë fejnë, e humë kambin, e humë familin, e humë autoritetin. Qka ka thonë Muhamedi Islam? Ka thonë nëse nuk të vjen marrë, qka të dush banë. Ta njerës që e humbin fejnë për këtë botë, panën herë kanë humbë turpin dhe marën. O edhe i mbreti që o mbret. Vallaj, mësë me pas turp, del edhe i të dere. Me e brin 100 dinar. 50 dinar. Ma një pëse, mbret. O, nëse njeriu nuk ka marë, nuk vjen turp, kretë gabimet e mundshme dhe pa mundshme i banë. Por atë shkak, ta se pak me emocione, apo të dukëm nervos pak? Jo, bë knaqë që fort. Se do njëherë dhe unë, tash duke më pyetje, po do shta po nervozohen atë njerë. Si do qoftë, unë e këshilloj vetë dhe të gjithë ata që na dëgjojnë dhe na shohin. Mos me hum fejnë. Ja, as fejnë, as kambin, as traditën, as familjen. Po ndryshe, Sheikh Uthejmini thot, do të bëheni pishman Po. Por kur të vdesi dhe ditën e kiametit. Ai që e ka hum fejnë. Po, në varë ka marrë ka me të pitë. E di, kush ka qenë Muhamedi Islam? Nuk e di. A më nëvesh, ka me të pytë një pyetje atë që i ki pas merak të këtë botë, në haram. A këtë e dia, kjo po të kujtohet, a? Këthim prapa s'ka. Kur kemi pa të punë të haramet e vogla, që i ke bon këtë botë, tu kanë duk të vogla. Po njerëzit, o gjo haram i vogël, beki. Gabim i vogël, mëkat i vogël. Ja, te Zoti në ka mëkat vogël dhe të madh. A do më thonë, pishman do t'janë krejt në momentin kur ti në varë. Në varë, prej në varë, me njëherë kanë më bo pishman. Kukove, që ka kanë bova. me thonë, ja lejteni kun të turaba. Më mirë të kishim qenë dhej. Dhe loqë dhe balt, e jo njerës. Prej në varë kanë me thonë, se henes kanë me dalë para Zotit. E henes kanë me dalë para Zotit, kanë me thonë përgjithësi. Kush, si të cili prej nesh, për veprat që i ka bon këtë botë. E pas te kanë mu da punët atje. Dikush ka me shku në xhenet, dikush ka me shku në xhenem. Ka me pas edhe njerës që kanë qenë të mirë, po kanë gabime. I lajnë gabimet edhe dalin në xhenet, inshallah. Do më thonë, i mirë ai i cili e humb fejnë islame, e mos flasim ato që e shajnë fejnë islame. E shive, ne na do folë për musliman që janë brenda fejës, se na do folë për e musliman. Edhe batarët që kundërshtojnë fejnë, ata janë qëtër temë, qëtër mabet. Edhe ato do të shjojnë, dënimin. Ato kanë me shiu ma mirë. Ata, shive, këta që janë musliman, edhe pse kanë gabime, nëse pendohen, Allah i falë. Allah i mëshiron njerëzit. Po edhe ata që janë musliman. Nëse e pranojnë islamin. Në ta pranojnë fejnë islameve. Në ta pranojnë fejnë. Edhe shpëtohen. Vallahi feja janë s'ka. Shive, ata mos e krahasojnë fejnë islame me mund dhe ti. Ne si besimtar mund me pas gabimit lloj-llojshme. Ai që gabon në mëngjes pendohet në mbrëmje. Natën, ai që gabon në mbrëmje dhe natën pendohet ditën. Ama ai që nuk ka musliman hiç, ai çka ka me bë? E kupton tash? Dunjoj dhe ahireti. Ata që nuk ka musliman kanë mundësi mu knaqë, edhe pse për njeriu kjo botë shumë problematike. Shumë është e padrejtë, vallahi po. Jo veç to, se ka njerëz thonë me kanë në një shtet tjetër, në një vend tjetër, më mirë, ja, ku dush ka njësoj. Çata njerëz janë. Çata njerëz janë. Bila ata mundën me e bon problemin që ne me hek këtu. Do njerë ne mendojnë që ne veç ne fajti kena, po, ne fajti kena, ama dikush na imponon edhe knaqet me gabimet tona. Bile ata mundohen ata filmat e tyre me i bon në përmet neve. Allah i shpërblet, shkojmë me thënien e para fundit të këtij podcasti, gjithsesi e dyta e Sheikh Uthejminit, Allahu më shëroft, i cili ka thënë: shpeshtoni salavatet mbi të dërguarin sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Muhammed Uthejmini, Allahu më shëroft, ka thënë kështu: o vllai im, shpeshtoj salavatet për të dërguarin sallallahu alaihi wasallam, që të shtohet besimi dhe të lehtësohen çështjet.
Zoti thon në Kur'an, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna len nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Do të thon sa më shumë I dërgojmë salavate Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, aq më shumë kena me pas bereqet. O njeriu më së shumti që përmendet në botë, o Muhamedi alaihi salam. O njeriu më së shumti që duhet në botë, edhe sot, o Muhamedi alaihi salam. Kush jemi neve mos më përmend Muhamedit. Ama në njeri që falet, dashti apo nuk dashti, ka me përmend Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Drekën shembull, namazin e drekës. I ka farzi 4 rekate. E te hijati I parë, e te hijati I dytë. Apo në 4 rekatin e 4 ulim poshtë, apo? Për para se me dhon selam. Çka këndojmë? Salavat. E këndojmë at-tahiyatu lillahi was-salawatu deri në fund. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pastaj këndojmë Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pastaj këndojmë Allahumma ربنا آتنا في الدنيا حسنة دير الفند اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Po nëse I qëjmë salavat Imam Islam, çka ndodh? O Allahu na shton bereqetin. O Allahu na ban më të dashur te Muhamedi alayhis salam. A dini çka do të thon? Muhamedi është me dashtika. O komor dita në ahiret. Edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam më shirshëm është. Se nga mrekullit që I kanë pas pejgambert, të gjithë pejgamberët kanë shfrytzu. Muhamedi sallallahu nuk I ka shfrytzu krejt. Ka thonë kam I rujt për në botën e ardhshme kur kanë nevojë umat. E kalon për ditën e gjykimit. Po. Edhe këmë thonë, o Zot, a ka mundësi edhe këtë grup të madh ta fusim xhennet? A ka mundësi edhe këtë grup edhe këtë grup edhe këtë grup? Se Muhamedi nuk ka razi njerëzit me në xhenem. Po pse ti edhe unë a gëzohemi me hinë në xhenem? Wallahi. Wallahi. O muslimant janë zemër gjërë. O muslimant janë të mirë. O muslimant me pas botën në dorë. O vallahi asnjë problem s'do. Jam të folë për musliman. Jam të folë për munafika. Edhe për diftirës. Jam të folë për musliman. E kur themi musliman, ai njeri që është pasues I Kuranit dhe Sunetit. Pik. Nuk mundet pak me shtu këtu, pak ati. Edhe e kena bo fejnë qull. Po kena unë qullin njerë. Po. Nuk ka feja qull. Feja ka regullë. Por atë shkak, salavate. Ne kur shkojmë numre dhe në haq, kanë dëshirë njëzë me thonë, që e bëni salam Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kur shkojmë aty të varë që jetim, assalamu alejke ja Rasul Allah. A më kuptan, bile selamin ati, jo që prej këtu nuk I shkon. Po dhe vama, tjetër ndjenja. Po ndjenje mirë atje, ndjenje mirë, Allahu ja mund soft të gjithë, edhe në haq edhe numre me shko. E tash, me qenë se I qemë selavat e më nëstam, vallahi asgjë nuk humbim, vetëm se kemi dobija. Dobija më e madhe, dashuria, afrohemi te Muhamedi Islam, edhe sa më shumë ta realizojmë sunetin e Muhamedit Islam, ta çojmë vend. Edhe sa më shumë ta duam dhe dërgojmë selavate, aq më shumë e kena të mundshme atë ndërmjetësimin e Muhamedit Islam ditën e gjykimit. Sa duhet me bëj salavat? Sa të kemi mundësi. Sa më shumë as më mirë. Nuk ka ndonjë numër të caktuar. Ne realisht bëjmë që ata besimtarë që falen, bëjnë salavate. Ama ndonjëherë mirë, kur bjen me fletë, nuk zëgjumi. Po këndoja e surat al-Fatiha dhe Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Më kuptan, çka të pengon me thonë? Duke ecë. Në semafor. Në semafor. Sa më marë kushon kushsa. Njerëzit, çfarë veture pas ka ki, çfarë veture pas ka e. Me të një gjelozia, me të një nati. Tërgoj salavat e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Po, valla. Kur zgjohesh nga xhumi. Salavat e Muhammedit. Do më thona, kena kohë me bon salavat, sa të dush.
Shpërblimi çka është ose nëse ka mundësi. Shpërblimit thash, Allahu subhanahu wa taala shton bereqetin. Edhe të afronte Muhamedit. Edhe 10 herë për ti bën Allahu. Po ti një herë i çon, një herë e përmend me sebab Allahu të përmend 10 herë. Subhanallah. Man salla alayhi wahidatan sallallahu alayhi 10. Ai i cili më përmend, kështu ka thonë, ai i cili më përmend një herë mu, Allahu e përmend 10 herë. Para mendoj. Ne përmend me njeriu. Ne përmendim Muhamedit sa njeri ka qenë. Allahu subhanahu wa taala pastaj më përmend mu. Edhe bën mundshme me dash këtë njerëzit. Bash emrin tanë të përmend. Çfarë ndjenje se. Po. Për më shumë shikues, shkoni në Google, shkoni në YouTube, vlera e salavateve, keni plot derse, elhamdulillah. Allah sa dush po. Allah i shpëbleft të gjithë ata që kanë kontribu me ligjërata të ndryshme për me i pa vëllezërit dhe motrat tona nëpërmjet rrjeteve sociale. Zoti i rujt. Veç du me cek kështu Shehu Themini domethënë ka thonë i lehtësojnë gjendjet, çështjet. O gajlet problemet. Salavatet Bereqet, problemet. shive. Ne kena problem me bereqet tu. Ne pare kina. Mësë me pas pare, ka parkingje. Ki pa, ku e ke lënë veturën? Ti s'ka vend me lënë veturat. Po. Ka Shumë vetura ka, po. Nafta me dhe më bo 200 dinar më bo nafta, veturat s'dalen. Do me thonë, Grika Ormuzit urnal, veturat zurnalshin. edhe s'kan mund dal. Pse se ne kina të mira. Bereqet duhet me pas në të mira, edhe në shëndet, edhe në parën tonë, edhe fëmijët e tonë. E salavatet janë ata që ta bëjnë mundsh me bereqetin. Bereqeti o puna më e madhe. Edhe Allahu subhanahu nëpërmjet salavat ti lehtëson brengat, edhe t'ja gajlet. Alhamdulillah, inshallah na bën. Amin inshallah. Dhe fundit, kjo nuk është thënie, po një pyetje që dikush ja ka drejtuar Shehu Theminit. Edhe shumë pëlqej o zot kjo. Fortësia e zemrës dhe ilaçi i saj, ngurësia, kur zemra na bëhet guri kështu, kupton? Nuk ndjen kur gjë. Pyetje drejtuar Shehu Theminit, Allahu e mëshiroft. Pyetja thotë kështu: unë vuaj nga ngurësia e zemrës, fortësia e zemrës dhe ibadeti më vije rënd. Cila është zgjidhja? Përgjigjja e shehut. Fortësia e zemrës ka ilaç, ajo është leximi i shpesht i Kuranit. Argument për këtë janë fjalët e Allahut. Sikur ne të zbritnim këtë Kuran mbi ndonjë kodër, do ta shihja atë të strukur e të çarr prej frikës nga Allahu. Këto janë shembuj që u shkoqisim njerëzve që ata të mendojnë. El Hashr 59:21. Ne e dim se si qëndrueshëm Shehu Themini thot, ne e dim se sa i qëndrueshëm është një mal. Por në qoftë se Kurani ishte shpallur atij malit, ai do të bëhej i përulur dhe do t'i friksoj Allahut. E njëjta gjë vlen edhe për një zemër. Nëse e lexon Kuranin me reflektim dhe meditim, ai me siguri do të ndikojë në zemër. Dëgjoj fjalët e Allahut Azza wa Jall. Në të gjithë këto, për ata që ka mendje të shëndosh dhe që i ka vënë veshin me vëmendje, ka argumente. Kaf 50:37. Besoj si ishe i qartë. Po, dëgjova më vëmendje. A më pëlqen e stili që e lexon shumë mirë, mashallah. Allah e shpërbleft. Jo, doshta me bo dallimin me me lexu si e ka thonë shehu. Po. Jo me fjalë tuaja me Jo, kur gjon. Sidomos ajeti kuranor pak e ula pak zonin pak. Jo. Çka thotë i shqip e lexova, po ta lexoj në gjuhën arabe. Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin. Po ti e kishmi zbrit Kur'anin kodrës, la ra'aytahu khashi'a. E kishe pas kodrën, e kishe pas të përullur. Subhanallah. Mutasaddian min khashyatillah, nga friga dhe Allah subhanahu wa taala. Mali tutët. Po, bova ki mund të copa mu bo. Nga friga dhe Allah subhanahu wa taala. A njeriu e ndëgjon fjalën e Zotit se ka gajle. Njeriu e ndëgjon rregullin e Zotit se ka gajle. Kjo zemër e gur. Beton. Hekër dhe zall. Cimento. Çka thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Thot se cili njeri e ka nga një cop mishi në trupin e vet. Në qoftë se ai cop mishi është në rregull, krejt trupi ka me qenë në rregull. Me qenë se e copë e mishit është e sëmur, krejt trupi ka me ndi dhimbjen. Ajo është zemra. A e mi qartë? E zemrën, me qka e mbush njeriu? Me veprat mira, a vepra më e madhe që e mirë,
normale, namazi, këto kushtet islamit, o leximi i Kuranit, o ilaç. Wallahi o ilaç. Leximi i Kuranit o ilaç. Po edhe leximi i Kuranit e shëron rukjen e, përmendëm rukjen. Po pse leximi i Kuranit e shëron njerëzit? Kurani, se on fjala e Allah subhanahu wa taala. Mrekullia. Çka do të thonë fjala el Kur'an? Fjala el Kur'an kalamullahi, fjala e Allahut fuqiplot. El munazzal ala nabi sallallahu alaihi wasallam, që i ka zbrit Muhammedit alaihi salam, wa huwa dustur lin nas jami'a. Edhe është kushtetuar për të gjithë njerëzimin, kudo që janë ata në botë. Nuk ka me Kur'anin. Nuk ka me Kur'anin, për gjithë çka. O edhe me të zonë gjumit, edhe fëmijët mi vëndu në gjumë, edhe të mëdhejt mi vëndu në gjumë, edhe mi zgjumë nga gjumë, për çka të dush e përdor. O në të gjësha sot atje, disa të qartë, ju pengon e zani, ende ju pengon e zani, për vende. Je mu knasë me e zani, a me qëllimet o me i natje, bëjnë. Se me e thirë një muezin të bukur, që e thirë e zanin bukur. Që shenë përmendi une dy vlezit e mi atje në ladjën e Dijanit, ku jam une khatib, ku e mbaj të hudbën, e kam edhe kojshia, hafëz Adem Ramadanin, Allah e shpërbleft, edhe një vla në shatë e kena. Të di, normalit, asha Ademin e njojnë këtë bota, e kene shatë i ka shumë zorin e bukur. Edhe njëri e thirat e zanin e në gjëma, kur të vinë hinë kohët, e pastaj, pasi që para se me hip në hudbe, e thirë ai tjetëri. Njëherë i pari, njëherë i di, ndrohën në më të vejtë. Edhe në shperthë, herë, thamë e, Allah subhanahu wa taala, qëfar të mire në ka dërgu neve në të ladje. Alhamdulillah, po. A jam i qartë. Si dhe mos Adem Ramadani. Po, a e kupton I cili tash? është Sa zonin e bukur e dhinë, njeriu të qetësohet knaqet ata nga i nati thonë, na pengon. Wallahi nuk mundet leximi i Kuranit edhe ezan mi i pengut i kujt. Bëja në llat bëj. Shejtani. O meri psikolog. Gabo, më fal. Shejtani të pengon. Merre një psikolog që jo musliman, ama i drejt. Po. Njëri i drejt. Edhe vete a mundet mi pengu fëmijës dhe njeriu duke fletë ezanit thotë jo. Bile knaq. E qetson dhe raton. Mos lasim për Kur'anin. Allah i në rujt. Hoxho, këshilim, në kjo e fundit ke, të më thonë, për këto, për neve muslimanve që dë njëherë, jo dë njëherë, për ndoshtë edhe shpesher, na vje rënd i badeti, mu të shumë jaci, mu të shumë me shku në gjami, namazi, ajo kjo, i laut që i kanë atë leximi i Kuranit me meditim. Po. Jo veç, ative burave që ju vjen zërë mu që unë sabak, këto gratë, si shpia që i kanë, ka pak ujë në vesh. Ujë. Sa mirë zgjohet. Edhe gratis si zexumi, ka pak ujë në vesh. Nuk i ban keq. Po valla. Po valla. Shumë ide e mirë. Po kjo është edhe hadith më duhet. Po, dhe. Mi stërpik më ujë. Po. I stërpik më ujë, pa mundet me frigo. Në vesh, veç pak. Ta praktikojmë ne çifte. E tonë shumë forte e tonë. Po valla. Po mu nervozu, nëjse. A, si i kalon. Allah i në bëftë për në mos falsë. Shumë herë nervozomi ne, po për nervos, të ne, si thonë, për nervos ka boz. O gjo, Allah i shpërbleft, kjo ke tema, dhe më thonë. S'ka më nervu buri dhe gruja dhe familja, se ti për të mire ki. Po normal, në mas. O gjo, kjo ke tema, Allah i shpërbleft. Në gjdo emision, në këtë sezon e këmë bon, ka një pytje për fund. Pytja është, çfarë mendimi ke për Hoxh Remzi Isaku? Me Hoxhën Remzi Isakun, tash, unë se kam pritë kështu pytje keme mbo. Po, këtë gjallarve që? Po, nuk e kam pritë kështu pytje. Pytje pa e ditë misafiri. Po jo që kina ditë në atë pyetje tjera. Po dhe, po. Befasuse pa. Interesant. Tive tash une i kam disa vite, edhe me shumicën e hoxhallarëve në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni, që janë afër 50 vjetë, 55 vjetë, kam shoqëri të ngushtë. Qoftë Shqipëni, qoftë Kosovë. Mos flasim për Hoxhën Remzi, që e kam dost.
Vallai duke pas parasysh ai punë që i ka të përditshme, si arrin të mirët edhe me davet, me i thinë njerëzit fej, habitëm. Atë shumë kuraj o ka me punu, edhe mi këshillu njerëzit, sa që me të vërtet habitëm. Edhe po them unë kështu, të kisha qenë unë në pozitën e ti, ndoshta isha dërzu. Ama jo. Ai vazhdon në xhami atje, vazhdon edhe me punën private që i ka, po dhe me davetin, ose duke i thirrë njerëzit në rrugën e drejtë. Allah e shpërbleft. Amen. Nuk kemi qenë me drejtë se bashkë, pak më i vjetër se une, është, po edhe në Medinë kemi qenë bashkë dhe vazhdojmë me qenë bashkë. Më shumë se prej 89-ën unë e njoh Muhamedin. Prej vitin 1989. Afra Bani 40 vjet. matematikë sa vjet. Afra 40 vjet. Po. Hoç Allah shpërbleft. Zoti ju rujt, faleminderit shumë. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh.